Ja sot në 1 prill të vitit 2024 jam para monopolit të Tivarit, vendi famkeq nga ku vran gati 4.000 shqiptar të pa faj. Ishin pikrisht ato shqiptar të cilët erdhen nga Kosova, të cilët ishin ish ushtarët e Shaban Polluzhët, të cilët në mënyrën më mizore u rekrutuan kundër dëshirës të tyre, u marçuan në mënyrë shnjërzore për 77 net nëpër rrugët e vrazhta të Shqipërisë, ku edhe me ndihmën e asaj kohe të regjimit të Enver Hoxhës, këto filiza u rekrutuan mu tek monopoli i Tivarit që e shifni në sfond, monopoli i Tivarit që do hyjë në histori, vendi ku do bëhet masakra më e hidhur e luftës dytë botërore për ne shqiptarët në Malzi, sidomos për shqiptarët e Kosovës është një ditë që do mahet mend derisa ne jemi gjallë, domethënë derisa ne rikujtojmë këtë ngjarje të hidhur, kjo ngjarje nuk duhet shkojë në harres. Ishte pikrisht ato rekrutë të cilët u rekrutuan, si thash edhe më parë, kundër dëshirës së tyre, dhe nga bataloni serbo-malazez i parë u marshuan drejt monopolit Tivarit, mu për hir që të shkojnë në frontin e Triestës, por ato nuk arritën kurrë, sepse kur ato në një mënyrë shnjërzore që u trajtuan rrugës, ishin të uritur, ishin të tharë nga etja, kur deshën të pinë ujë, ato fillojnë që në një moment pjesët ku ishin mitralozët këtu, t'i shkatojnë në mënyrë më mizore shqiptarët. Thojnë se gjaku ka qenë deri në gjuhë, thojnë se s'ka pas asnjë lloj mëshire, dhe ishte pikrisht kjo ditë ishte aq famkeqe sa këto filiza kur më nuk u rikthyen në Kosovë. Këto djem kur nuk u rikthyen Kosovës, dhe këto po i rikujtoj sot. Duhet çdo shqiptar të i rikujtojnë këtë datë, datën e masakrës Tivarit. Nuk duhet bëjmë gisht të kërken, por duhet domos që Kosova t'i kërkojnë Malizi, të kërkoj që Malizi të kërkoj falje për çka ka ndodhur këtu në këtë vend të hidhur, të kërkoj rrjedhësimin e eshtrave të tyre, sepse vetëm ashtu do mundet të bëhet e drejta në gati 80 vjetorin e vrasjes të tyre mizore. Ju përshëndes nga monopoli i Tivarit, unë Sami Flamuri. Faleminderit për vëmendje.